Diskutimet e Agranit janë shembull më tipik se si harxhohet koha e qytetarëve dhe këshilltarëve, duke ditur që megjithatë tetovësi duhet një zë i pavarur në këshill, jo partijak. Në zgjedhjet e fundit, përsëri qytetarët po të njëjtës listë i dhanë një shans që të përfaqësohet në këshill. Por fatkeqësisht, si rastin paraprak, edhe ky këshilltar po harxhon kohën e qytetarëve. Përsëri më vjen keq që keq përdoret në mënyrën më flagrante vullneti dhe dëshira e qytetarëve për të pasur një zë ndryshe në këshill. Baraka nuk ekziston. Si u bë, çfarë u bë, pse ishte, pse nuk është, nuk ekziston. Dhe unë mendoj se është shembulli më tipik se si një këshilltar duke dashur që të uzurpoj hapësirën e foltores tu dhe duke dashur të bëj politik me gjithçka, po mundohet ta keshpërdor. Fatkeqësisht, edhe këtu këshilltari vjen në kundërshtim me vetveten, kur thotë se politizimin e këshillave shkollor, sepse aty ku ai është reprezentant këshill shkollor, ku është edhe djali im, ja ka pamundsuar djalit tim që të marrë një trajnim edhe unë e paguaj privat. Por uroj edhe një herë që këshilltari në fjalë mos e uzurpoj hapësirën publike, mos keshpërdor, sepse jo çdo debat të jep pikë politike, dhe përsëri e them, u pa edhe herën e parë kur kishit dy këshilltar dhe ku përfunduat, pra nuk është kjo mënyra më e mirë për të shfrytzuar foltoren dhe mundësinë që kemi dhënë si komunet e Tetovës, ndoshta e vetme në Maqedoni, që këto debate shkojnë në eter dhe çdo qytetar mund t'i përcjell. Prandaj mos keq përdorni kohën e qytetarëve, por ju lutem që të shfrytëzojmë në mënyrë efikase dhe të vazhdojmë debatet për pikat të cilat vazhdojnë. Por në Agran. Tash vjen mirë që kryetari i komunës është tonë seancën e nuk e lishon seancën, ama duhet ta kesi të qartë se neve na kanë votuar qytetarët edhe nuk është uzurpimi i hapësirës për të fol. Tash nuk kam fajon se këshilltarët e shumicës askush nuk paraqitet për diskutim. E tash nëse unë nuk i pëlqej mënyra e diskutimit tim, është çështje personale e atij, nuk mund domethënë të shprehet në atë mënyrë se unë nuk e kam përdor asnjëherë foltoren. Domethënë kam bërë pyetje për çështje të cilat vu kanë interesuar edhe qytetarëve. Bash ajo që e kemi bën ne në fushat, e vu kanë interesuar qytetarëve, presioni i atyre në fund të erdh puna për të heq baraka, se Bashkë Komuna e Tetovës është ajo e cila e ka dhënë lejen për atë shëmtim që ndodhi. E tash pjesa tjetër është se ne hapësira publike gjelbërta, parke, kemi shumë pak. Domethënë aty është dëmtuar edhe parku i qytetit edhe kërkoj të kthehet në gjendjen e mëparshme, pasi tash më u tërhoq baraka, mendoj se nuk ka nevojë ato bekatonat që janë aty. Më tha se kam qenë kundër kësaj pjesës kurseve, edhe ja kam pamundsuar edhe djalit e tij këtë pjesën e kursit. Nuk është e vërtet, pasi edhe nga drejtori i shkollës është thënë se nuk është kërkuar nga shkolla një çështje e tillë, domethënë është sugjeruar dhe është imponuar nga sektori për veprimtari publike dhe është bërë presion që të bëhen pagesa. Domethënë kryetari ndoshta nuk është ndjeni, fatura janë dorëzu, paguhen te shkolla, pa asnjë farë prezantim të programit. Edhe që është në kundërshtim me ligjin për prokurim publik, mbi 1000 euro pa prokurim publik nuk mundet, domethënë, të bëhen pagesat. E tash ne nuk kemi faj se e keni lënë ju deri në fund, edhe për 2 javë nuk keni arrit, domethënë, ato procedurat ligjore ti respektoni, që nuk do të thotë se duhet ta bëni edhe shkeljen ligjore të ajo pjesë. Faleminderit.